Ky episod u mundësua nga Vodafone, Smile Pikal, Melia, Lajthiza, Metropolitan, Tumo. Nëse unë them vitet 90, me njëherë ngrihen antenat e audiencës së Zë me Mirën podcast. Ajo është misi i dytë shqiptar, bëhet fjalë për vitin 1992, që prej asaj kohe, më shumë se 30 vjet nuk ka dhënë kur një intervistë, e braktisi jetën publike, zgjodhi avokatin, si Dorela Kola. Çfarë bëra unë që më the po? Mirë se u gjeta. Mirë se erdhe. Shumë faleminderit për ftesën. Në fakt të drejtohem me ju apo me ti njerë? Me ti. Me ti. Okay. Nuk për asgjë, thjesht ishte ajo tërheqja e intuitës dhe e parë që ka njeriu që krijon ndonjëherë një lloj afeksioni njeriu me njerëzit. Po, është e vërtetë. Dhe unë e ndjek shumë këtë pjesë. Domethënë, kur e shikoj për herë të parë dhe ka një lloj energjie tërheqëse. Okej. Shumë mirë, më vjen mirë për këtë. Le të jetë kjo. Megjithatë, mua më ka bërë përshtypje, unë kam qenë 13 vjeç kur ti fitove Miss Shqipërinë. Dhe ti do të jesh qenë atëherë gjimnaziste? Unë isha gjimnaziste në vitin e tretë, po mbaruja vitin e tretë të gjimnazit e Ismail Qemali, domethënë isha 17 vjeç. E vogël. Isha në kulmin e adoleshencës. Ku të gjithë adoleshencët vdesin, domethënë është ajo mosha që ti vdesit të jesh në qendër e vëmendjes, vdes që ta admirojnë të gjithë. Është ajo kënaqësia e moshës, që e kanë gjithë njerëzit. Si u gjende ti tek konkursi i bukurisë? Komplet rastësisht, sepse nuk ishte asnjë tërheqje imja, nuk është se asnjë tërheqje. Ishte viteve mbas 90-s dhe shqiptarët, me thënë të drejtën, nuk e kishin idenë e këtyre konkurseve. Po. Para te ishte Valbona Shëndëllari. Po, ishte Valbona. Misi i parë dhe ti e konkursi i dytë. Po, edhe misin e Valbonës, bile ishte një periudhë që shqiptarët më shumë ishin pa drita se sa me drita, dhe unë e kam parë vetëm gjysmën e misit se na ikën dritat. Po gjysmën kur fitoj, do me thënë pjesën nga gjysma dhe kur mori Valbona çmimin. Po. Dhe nuk është se na u dukte si kështu si wow, që ishte një gjë që bëheshe për herë të parë. Shqiptarët dilnin nga një sistem komunist që as nuk u mendonte që femrat të dilnin në një emision, në një spektakël ku çpalosnin bukurinë, të dilin hiret me robe banjo, me fustanet ngushta, të hapura, të shkurtra. Do me thënë as që u imagjinonte. Nuk është se më tërhoqi pjesa e spektaklit, por dy shoqet mia të ngushta, njëra që është në Amerikë dhe tjetra që shkon e vjen në Amerikë, ato të dyja ngulnin këmbë. Dhe për hir së vërtetës më kishin regjistruar emrin pa e ditur unë fare, sepse dija që unë nuk isha natyrë e kësaj fusha. Dhe vetëm kur më vinë, atëherë ishte Federata Rinis, në qoftë se ti e mban mend, po ti ke qenë shumë e vogël. Nuk mund të them. Okay. Po, ishte krijuar Federata e Rinis. Edhe kur vin një ditë të bukur ato në gjimnaz, derës klasës, ka qenë bile ora e biologjisë, mbaj mend. Edhe kur i thot mësueses, që shiko, tha, kam një nxënëse këtu ta me emrin si Dorela Kola, tha, jemi nga Federata e Rinis, u prezantuar. Po unë komplete pa vëmendshme te kjo pjesa indiferente që kur thot kjo, si Dorela, tha, të kërkojnë, unë kështu, me kush më kërkon? Po ja, tha, nga Federata e Rinis, mua, thash. Po, tha, se kanë ardhur këta, tha, po mbledhin gocat, tha, për tek misi, Miss Albania. Qa misi, thash, në gjëtu në mis, komplet. Kur këto të dyja që unë kisha në bank, të ulnin kokën dhe qeshnin, kështu. Kur shoh këto, i thash, qa keni bërë? Të kemi regjistru ne, tha, se ne e dim. Dhe Monika, kjo shoqja ime, që kam qy fëmijë me atë, se unë e dita që ti do fitosh atë, prandaj të regjistrova. Po ku e diti, thash, që unë do fitoj? Ja, që e ka ditë. Jo, tha, unë e di, tha. Dhe është e sigurta që ti të fitosh, dhe mua. Marë më thoshte mua, të lutem shko. Po nuk shkoj, ha të lutem, më thoshte, se ti do e bësh për neve. Edhe kështu ishte, hyrja. Shiko, konkurset e bukurisë në atë kohë, e vërteta është që qenë një lloj shenje, gjurme, emancipimi. Ishte një tregues i fortë, jo vetëm për Shqipërinë, apo jo thjesht për vajzat, po për shoqërinë shqiptare. Prindri që i lejonin vajzat të shkonin aty, ishte, jo të gjithë e pranonin këtë gjë, kështu që këtu kemi të bëjmë dhe me dy prindër të emancipuar.
Se shoqet mund të të regjistronin dhe ata mund të të pengonin ndoshta në atë kohë. Patjetër, nuk diskutohet. Unë kam vetëm maman, sepse babai mua më ka vdekur, unë kam qenë 7 vjeç. Kam qenë shumë e vogël. Unë 7, motra me vllajin që janë binjak të dy, ato kanë qenë 2 vjeç e gjysmë, gati 3 vjeç. Kështu që mamaja ime nuk është se kishte shumë dëshirë që unë të shkoja, nuk e kishte këtë, po që dhe që të më thoshte jo mos shko nuk ma thoshte. Nuk të pengoj. Jo. Në me thënë e linte kështu që, po si të duash ti. Po, si të duash, po deshe shko, po deshe mos shko. Çfarë punë bënde, çfarë profesioni ka mami? Kishte mami? Mamaja punonte duhet jetë në pushim. Po jo, tash është në pension, në 78 vjeç. Mamaja punonte në kombinat poligrafik. Prindët e mi ishte edhe babai inxhinier, mamaja, domethënë që s'kishin fare asnjëri lidhje me botën e as të televizionit, as të kinemas, as fare. Domethënë për atë kohë, se spektaklet s'bëheshe fjalë në atë kohë. To lloj spektaklesh, po televizionit, domethënë. Tani. Dhe ishin komplet out të kësaj fushe. Dolën te familja dhe më vjen mirë që dolëm aty. Një vajzë e bukur, e gjatë, shumë e bukur për kohën, një kohë e paqartë, e pasigurt, sepse kishte shumë probleme dhe të sigurisë në atë kohë, nuk ka qenë gjërat ishin paksa të rrëmujshme, nuk ka qenë e thjeshtë dhe në një familje ku motra dhe vllai ishin më të vegjël, një nën e ve, pa burr në shtëpi dhe një vajzë e bukur. Nuk besoj ka qenë disi sfiduese? Mund të them. Ose ndofta në atë kohë s'kuptoheshe. Shiko, mbas 90-s, domethënë, Tirana ishte qytet i vogël dhe ishte një qytet me 200.000 banor. Ku pothuajse pjesa më e madhe 70% ngjitheshin të gjithë me njëri tjetrin. Domethënë nuk është se kishte që ti të kishe ndonjë problem sigurie ose nuk ishte kjo pjesë. Jo. Nuk ishte, megjithatë, një rast, mbasi unë kisha fituar misin, edhe kthehesha nga gjimnazi, po e tregoj kështu si kur shikoj 2 polica në shtëpi, në drek. Edhe gjyshja ime, mamaja e mamit, që rinte me neve, e cila erdhi që kur vdiq babai im. Po i qera, po i bënte kafe, edhe unë hap sy tash unë edhe është kanë ardhur 2 polica po bëj kafe. Po pse kanë ardhur thash unë. Edhe ai shkreti tha, u çuan këmbë në takoj, tha, shiko, tha, se të duket çike të çuditshme, tha, që kemi ardhur, tha, po kemi urdhër, tha, nga ministri që të bëjmë, të ruajmë, tha, këtë zonën këtu, te pallati. Që unë hapa sy tash, po pse? Po ministri pse? Tha, po jo, tha, sepse na thanë, tha, që ti kishe unë kur fitova çmimin, mora dhe një orë floriri, që në atë kohë ishte $3.000. Po ora ishte kështu, domethënë një orë minimaliste shumë e hollë, që unë nga qefi që e kisha marrë, se nuk ishte në atë kohë, domethënë dhe unë e mbaj gjithkohës në dorë. Unë e mbaj shkoja në shkollë me atë orën. Unë e kisha në dorë. Nga ajo ora, tha tash, ajo ora kishte dalë në kamera, në televizion kishte dalë sigurisht në orë muri, jo orë dore. Kishte dalë gjigande dhe këta mendonin që shiko do vinë të vjedhin orën, edhe po bëjmë roje tani, po ruajmë lagjen. Ajo ora, tha, i shkreti, tha, ora, tha, që doli, tha, se mund të vinë, tha, të ta vjedhin. Unë kila kështu i thash, po ora është kjo, thash që kam në dorë. Ata ngilën dhe e shikonin, kështu, ora është një që e holme. Pse tha, me këtë shkon shkollë ti? Po thash, unë me këtë shkon. Ne na kanë dhënë urdhër, tha, unë tash ç'të bëj, tha, një muj dorim ne, tha, këtu roje, tha, nëpër pallat. Më shumë se sa për orën ata kanë ditur diçka, kanë ndonjë me kënaqësi aty. Duke parë. Okej, shaka. Orën e ke? Tani? Po, e kam. E ke ruajtur orën? Po, e kam ruajtur. Me çfarë ore është? Tani, se atëherë nuk e dinin brendet. Nuk ishte brend, ishte një orë Gjenev, që ishte kështu një orë zviceriane, jo në i firmë që... Po nga që ishte gjitha floriri, për kohën atëherë ishte shumë. Edhe tani nuk është pak. Jo. Po ta mendosh, po patjetër. Do me thënë, duke marrë që nga Valbona dhe të gjitha dhe këto miset e tjera që erdhën pas meje, për hir të së vërtetës, ajo që përfitoj më shumë kështu, tip asetesh nga çmimi isha unë. Ishte momenti, fati, ashtu qëlloj. Shiko, unë jam natyrë që jam shumë kështu
është fati. Okej. Gjithmonë. Kështu të shkoj jeta, po të shkon jeta me bollëk? Por relativisht. Okej. Nuk qanë. Në vit të 4 gjimnaz, ti vendos të besoj të studiosh drejtësi, sepse ti është vendose në drejtësi dhe ne të pam shumë pak, ti ike nga jeta publike. Pate ti ndonjëherë, se mbase unë nuk e kujtoj ndonjë emision, prezantove diçka, bëre ndonjë rol në film, nuk e di nëse ka ndodhur. Gjëra kështu minimaliste kam pasur në emisione, në televizion. Mini koncert, mini koncert. Dhe ti e doje drejtësinë? Absolutisht, po. Shumë. Unë e kam shprehur edhe kur isha në vit të 3 gjimnaz, kur kam fituar Miss, që më pyesnin, gazetarë që vinë në shtëpi merrin intervista, ose në televizion kur kam dhënë intervista, unë e kam shprehur kudo, gjithmonë. Që ishte drejtësia, ishte avokatia. Do të thënë, pikë synimi im. Po, më duket se diçka mbaj mend. Pastaj ti fillove të punosh si avokate që prej para se të vitet vitet 2000, ke filluar, ke mbaruar me një herë. Po, që në 99-ën, në fund të 99-s. Je avokate penale apo civile? Jo, civile. Civile. Jo, civile. Pse ke bërë kështu zgjedhje? Është më e thjeshtë sa civilja, për hir të së vërtetës, po të jep më shumë satisfaksion penalja. Por, problemi është që në një vend si Shqipëria, dhe duke qenë problemet që njerëzit kanë aq shumë këtu, dhe ky sistemi i drejtësisë që tani këto vitet e fundit është kthyer në këtë stilin ku proceset minimalisht duan 10 vjet që të mbarojnë një proces, është dhe njerëzit në procese penale duke qenë se kanë hall, edhe duan t'i mbarojnë sa më shpejt. Nuk është se është e bezdisur, po është shumë stresuese, sepse ai tjetri ka hall. Ti nuk e çat bësh, se ti avokatje. Nuk i ndryshon dot as gjykata, as prokurorin. Zvariten proceset, po që un kam një durim të jashtëzakonshëm si natyrë. Kam jashtëzakonisht durim. Kështu që kam Çfarë shenje je në horoskop? Peshore. Okej. Mirë, megjithatë nuk besoj që kemi të gjithë njëjtin karakter pavarësisht shenjave të horoskopit. Unë mua më pëlqen të pyes. Durimi është pak në ADN, po edhe pak mënyra se si e rritur. Shiko, unë mendoj që durimi është i lindur, është virtyt i lindur. Është një nga virtytet durimi. Për fat, mua më ka rënë që ta kem. Për fat, mua më ka rënë që ta kem. Po, besoj që më shumë të mirasje. Kolin e ke takuar shumë shpejt. Shumë. Që te misja, apo me njëherë pas misja? Jo, mbas misi. Mbas misi. Unë tani mendoja dhe kam patur këtë, se kështu jemi ne, gjithë kemi një mendim për tjetrin, për jetën e të tjerëve. Në asnjëri nuk bën përjashtim. Me veten time gjithmonë kam menduar se mos ndoshta ishte Koli arsyeja që ti u tërhoqe plotësisht nga jeta publike. Shiko, unë nga jeta publike jam tërhequr që përpara Sokolit. Okej. Sepse kam pasur një parim timi në kokë, pavarësisht moshës së re të adoleshencës në atë kohë, që ky adhurimi nga të tjerët ose duar trokitjet janë si droga, dhe mendoja që një ditë që këto nuk do jenë, nuk do kesh me çat ushqehesh. Se këto janë si ushqim për njeriu. Kështu që mua nuk më pëlqente ky lloj ushqimi. Më pëlqente kjo lumturia më e thjeshtë, pa qenë në qendër të vëmendjes, dhe pa u admiruar nga të tjerët. Do forcë së madhe karakteri që të mos kërkosh admirimin e të tjerëve. Absolutisht. Duar trokitet janë jorse. Fama, vëmendja është tamam. Që është ushqim. Okej. Po problemi është që është një ushqim që nuk të zgjat gjithë jetën. Dhe përteja ti para gjykimit tim, unë mendoj që diçka që e kam menduar gjithmonë për ty, dhe sidomos dhe kur u takuam, është se ti si Dorela Kola je një ekzemplar, një shembull se si një grua e snobon bukurinë e saj fizike dhe zgjedh përmbajtje. Sepse ta thash dhe pak më përpara, bukuria hikën me kohën dhe unë nuk dua ta bëj idhull një gjë që hikën. Kurse si Dorela ngelet. Kjo që po flas unë sot. Po, edhe bukuria është këtu. Çfarë mendon tani për veten tënde kur e shen pasqyrë? Bukuria është, po nuk është më si Dorela 17 vjeç, as 20, as 25. Është si Dorela 50. Domethënë që është shumë vite larg. Është shumë vite. Dhe si Dorela nuk kthehet ta shikoj atë si Dorelën atëre fare, sepse po të ktheheshe do rinte në vend numër A.
Edhe mua nuk më pëlqen të ri në vend. Do me thënë dua të vazhdoj të jetoj. Çfarë mendon ti për trupin tënd sot? Për hir të së vërtetës, asgjë nuk mendoj sot për trupin. Fare. Ke qenë e vetëdijshme te Ismail Qemali? Se shoqet po ishe ti e vetëdijshme që kishe forma trupore bombastike të bukura? Unë i kam dhënë gjithmonë përparësi, edhe duke pasur në plan të parë vetëdijen, zgjodha edhe të mos merrem me fushën e artit apo të spektaklit. Çfarë kanë fëmijët e tu? Ti ke 2 fëmijë. Ke një djalë 23 vjeç dhe një vajzë që bën 17 tash në gusht. Shumë bukur. Ata të dy kur shohin fotot e mami Sidorelës si reagojnë? Asgjë, thjesht qeshin. Nuk është se i krijon në përshtypje. Fare, vetëm qeshin dhe më shohin, domethënë kështu se normal, ata nuk njohin Sidorelën 17 vjeç. Sigurisht. Njohin Sidorelën që e kanë nën, e kanë mama, domethënë, jo Sidorelën 17 që ka pasur dikur një titull. Që ai titulli ka ngelur atje në atë kohën. Po, ka ngelur atje titulli. Nuk ka vazhduar më tej. Të ngjajnë fëmijët? Më ngjajnë. Goca? Të dy më ngjajnë, edhe çuni dhe goca. Goca e pak ndryshim sepse ajo është me sy boqelli. Edhe nuk është as si unë as si Koli, ne jemi me të dy me sy kaf. Ajo ka ngjarë nga raca e babit tim që janë gjithë me sy boqell, komplet. Shumë mirë. Kështu që e ka marrë kjo si gocë. Jo, unë jam edhe i thash shqyqy që më doli kjo me sy boqelli, thosha mamit tim, shqyqy doli kjo, thash se ne të tre nuk kemi dalë asnjëri me sy boqell, as unë, as motra, as vllai. Është me fata apo me feti? Ja, thash shqyqy doli kjo. Sidorela, si je ti në raport me fëmijët e tu? Çfarë mami ke qenë dhe je? Nuk hy te këto mamat që janë shumë kërkuese, sepse nuk e kam dashur asnjëherë atë pjesë, atë lloj roli. Që unë të kërkoj një gjë që më pëlqen mua tek fëmijët, asnjëherë. Do me thënë, i kam lënë që ata të jenë vetë të vetëdijshëm se çfarë duan dhe çfarë kërkojnë ose çfarë të zgjedhin. Se është shumë e rëndësishme kjo vetëdia te puna zgjedhjes, Mira, është nuk ka zgjedhje të gabuara, Njeriu mendoj që njeriu nuk ka zgjedhje të gabuara, thjesht ka zgjedhje të pavetëdijshme. Po të gabuara jo, se çdo kush e mendon në atë stilin dhe formatin e vetë zgjedhjen. Po kur ne mendojmë që e ka gabim, ai thotë unë e kam shumë mirë, kështu që unë nuk kam ngulur asnjëherë këmbë ose të jem kërkuese tek fëmijët, që këta të zgjidhin atë që më pëlqen mua, sepse ajo që i pëlqen atyre mund të jetë gabim. Edhe ja kam vënë gjithmonë në dukje, shiko, sepse duhet ta mendoni vetë. Ti bën një zgjedhje për shembull dhe ti shkon në fund të jetës dhe kupton që ajo zgjedhja s'ka qenë e duhura për ty. Po ajo duhet jetë shumë e trishtë që ta kuptosh më aq vonesë. Ajo është frika më e madhe që unë mendoj që ka njeriu. Absolutisht, ajo është frika më e madhe. Dhe prandaj i thoja që shiko, vetëdia është e rëndësishme te një njeri, te të dy fëmijët e mi, edhe tek çuni dhe te goca, por që ti je kërkuese që ata të bëjnë çfarë pëlqen mua ose çfarë dua unë, jo, absolutisht, asnjëherë. Sot po ta takoje Sidorelën 17 vjeç te Ismail Qemali, çfarë do t'i thoje? Për jetën që ke ndërtuar, për atë çka ke bërë për rrugtimin tënd. Nuk do t'i thoja asgjë. Do ta lija aty ku ishte, te mosha 17 vjeç. Okej. Unë do vazhdoja tek rrugtimi im. Si është martesa? Çfarë thot një avokate për martesa? Martesa është shumë e mirë. Avokatët, sidomos tani në këtë periudhë, që shikojnë shumë divorce nëpër gjykata, shumë divorce, po ky është një fenomen jo vetëm këtu në Shqipëri, mendoj unë, është një fenomen mbar në të gjithë botën, nuk është fenomen këtu. Por që martesa është shumë mirë, nuk qam nga asgjë. Ishe me fat për Sokolin? Me shumë fat. Edhe ai me shumë fat për ty, besoj. E thot ai? Ai e thot. Koli është njeri i qetë, unë e njoh Kolin. Ai e thot gjithmonë, që jam me fat, thot. Unë nuk ja them, sepse lë kështu që më pëlqen kjo pjesa që ta thot ai, mos ta them unë këtë. Po, e duruar. Është fat, po. Ku takove me Kolin? Jemi takuar kështu në një rreth shoqëror. Ku? Nuk është se... Në disko, në lokal, në dasëm, në panajir? Jo, në rreth kështu shoqëror në kafe. Në kafe? Jo në disko dhe në... Nuk shkojnë në disko ti ku ishe gocë? Po shkonim, ku kishte po Gocë gjithë Tirana shkonin. Gjithë Tirana shkonin. Po gjithë disko quheshin ato, ishte ambient kaq... Paradita.
nuk i vjen emrin disko, po në atë kohë ne nuk e dinim çfarë ishte disko dhe i kishim vënë këtë emrin. Kthehemi te po të ishte kjo koha, nuk do ta quanim më disko. Dakor. Kthehemi prapë te takimi me Kolin. Të bëri përshtypje që me të parën? Unë kam në qoftë se energjia e atij njeriu mua më tërheq që në fillim, e kam kështu të padiskutueshme atë tërheqjen. Edhe nuk ndryshoj më mendja. Jeta jote edhe e ka dëshmuar këtë. Në kohën ku ne jetojmë, njeriu bën zgjedhje që mund të dashurohet, i pëlqen, po vjen një kohë për shembull që ka edhe që bëhen pishman, thonë ore pse e zgjodha ose i zgjedhin ndonjë cen, i zgjedhin ndonjë gjë. Për fat të mirë, unë kam pas fatin e mirë që mos ta mendoj fare këtë pjesën. Fare, as nuk e kam çuar në përmend ndonjëherë. Ishte dashuria jote parë? Pa. Koli? Pa. Bukur. Është interesante. Ka pak raste të tilla. Pak janë. Pak raste të tilla. Pak raste ka. Të jetosh me shokun e jetës, sa me dashurinë e parë të jetës, atë që ke takuar që në rini. Shiko, pak raste ka sepse bëhesh dhe shok, mendoj? Po, patjetër. Janë si shok të mirë. Po, patjetër. Shiko, dashuria është gjëja më e rëndësishme e njeriu, mendoj unë. Je ti pak xheloze? Jo, nuk jam fare xheloze. Sekreti i një martese jetë gjatë është sipas teje? Sekreti i një martese jetë Fati. gjatë. Absolutisht fati është kryesori. Është i pari. Po. Do të thënë fati është i pari dhe i fundit për mua. Çdo njeri ka mënyrën dhe stilin e vetës, sepse njerëzit nuk janë të gjithë njësoj. Njerëzit nuk janë as të barabartë, askush dhe as njësoj. Çdo njeri është unik tek lloji i vet. Kështu që nuk mund t'jap dot receta për të thënë kush është suksesi apo mos suksesi. S'po e them dështimi, po mos suksesi. Cila do ishte filozofia, nëse do zgjidhim një filozofi jete, një parim me jetën tënde që ti e ke dhe e zbaton vazhdimisht? Cilën do zgjidhje? Cila është filozofia e jetës së Sidorelës? Që të jetosh çdo ditë. Dhe mos ta kthesh kokën her pas here për të parë. Sepse jeta vazhdon, evolon. Çdo ditë nuk është si ajo që ka qenë dje. Do me thënë çdo ditë është ndryshe. Ti je njeri që sheh përpara. Ka disa njerëz që jetojnë në melankoli, në nostalgji vazhdimisht, edhe duket romantike, po duhet jetë e dhimbshme dhe është shumë bukur kur njeriu ndjek ciklet e jetës. Kur jeton në çdo kohë. Njeriu në fakt unë mendoj që duhet të jetojë në çdo kohë, sepse kur ngel tek një periudhë kohe, ti nuk jeton më. Si janë të 50-at për ty? Se më duket kaq e çuditshme. Nga që nuk s'kam parë prej një jete, edhe ndonjëherë disa njerëz që i ke parë në një moment të caktuar, edhe ti mendon që Julia Roberts duhet jetë gjithë jetën si tek Priti Woman. Edhe Sidorela duhet jetë ajo Sidorela që ke parë te Misi, ndërkohë Sidorela ka bërë jetën, ka bërë rrugën e saj si çdo qenie njerëzore. Pra ta thash dhe në kryet herës që po e keni këtë problemi aty, te 17. Po është ky problemi i njerëzve kështu. Shiko. Që kanë patur atë momentin, atë kulminacionin dhe njerëzit nuk i kanë parë më dhe nuk e pranojnë dot më që ato mund të ndryshojnë, mbeten aty. Pastaj ajo varet nga njeriu, si e ka, si e shikon, në çfarë këndvështrimi e shikon. Si shkon ti me moshën tënde me të 50-at? Kanë nisur këto gjërat e të 50-ave, menopauza? Jo, për fat akoma një. Po, sa mirë. Akoma. Po, do të nisin dhe ato, se nuk, sa do të mundohemi, ne nuk i stopojmë dot. Ke qenë ti në 8 vjeçare në fëmijëri pak si çun, si tip? Asnjëherë. Unë isha një fëmijë që edhe për jashtë me kalamajt nuk dilja të luaja shumë, sa që të dy gjyshet, dhe kjo nga mami dhe ajo babi tash, more, po se s'dil të luash për jashtë me kalamajt. Jo. Pse nuk dilje? Unë isha kështu në atë botën time të leximit, do me thënë dhe zhytesha totalisht aty. Çfarë lexoje ti? Romane, të ndryshme. Për fat, duke qenë se gjithë familja ime ishte në shtëpshkronjë, dhe unë kisha në shtëpi një bibliotekë gjigande. Unë sot kam në shtëpi 2000 libra. Sa që jam kështu si kjo biblioteka Aleksandris. Dhe më shijon të kjo pjesa. Më pëlqeu, nuk është interesante, më pëlqejnë shtëpitë me biblioteka, unë nuk e konceptoj dot, një shtëpi pa libra. Edhe pse tani çdo gjë po kthehet në online edhe ka mënyra, po ajo letra, i libri duket ende një... Ajo letra, thash, pra ne në shtëpi e kishim bibliotekë gjigande dhe ajo mamaja ime ishte kështu kaq shumë e apasionuar mas librave, sa që asaj më mirë ti merrje ti kërkoje në shtëpi në një gjë, kështu që në një
orendi shtëpie se sa ti kërkoje një libër. Që t'ja merje për ta lexuar për shkakun, se atëherë nuk është se të gjithë kishin libra nëpër shtëpia. Do me thënë, njerëzit që kishin shumë libra ishin shumë pak nëpër Tiranë. Kjo e kishte fatin sepse këta të gjithë punojnë në shpshkronj, si gjyshi im, halla, mamaja, babai, xhaxhallarët, do me thënë ishin të gjithë tek libri. Dhe që ti kishim të gjithë këto, dhe kur vinin na kërkonin për shembull ose në një komshi ose nga farefisi që vinin kërkonin sa shiko ta marr një libër për të lexuar, sa shumë merreshin librat në ato. Kësaj mami tim sikur i binte pika, do me thënë zbardheshe komplet në fytyrë. Ato sikur do t'i merrnin, ku diun, televizorin. Interesant. Nuk e Ndoshta më parë të televizorin se librat. Jo, ishte gati për ta dhënë, thoshte aman më mirë më kërko këtë se sa të më kërkosh librin. Edhe i thoja, moj gruaj, po pse bësh kaq keq? Po jepja ta lexoj se unë jam dhe natyrë, vetë natyrë jam natyrë shumë xhymerte, edhe jam kështu, do me thënë që çat kem një gjë, dua që këtë gjë ta ketë dhe ky tjetri bashkë me mua, mos jem vetëm unë, do me thënë që t'jemi kështu barabartë. I tha, po pse s'ja jep? Ja jap, thoshte, po t'ja jap nuk ma sillin më mbrapsht librin. Është e vërtet në fakt, dhe përgjithsisht librat nuk t'i sillin më pasi t'i marrin. Nuk ma sillin më, thoshte, dhe prandaj nuk duha ta jap. Po dhe që ti thoshte jo nuk ta jap, nuk i thoshte dot. Dolën pak te kjo familja jote me shtypshkronjë dhe libra dhe poezi. Ju nga jeni me origjinë? Mama ime është tiranëse. Kurse me origjinë nga babai, kuptohet që babai dhe gjyshi lindur në Tiranë, por babai me origjinë nga Shkodra. Ishe gjithmonë e bukur ti apo pate një moment që u zbukurove, se ndodh me disa njerëz që janë normal dhe pa pritur lëshojnë nur? Shiko, tash mos dukem kështu sikur. Jo, më do dukesh me dhe madhe, thuj të vërtetën. Unë dhe kur isha fëmijë më nxirrin te kopertina e revistës Ylka. Kështu që një ylkës. Një ylk. Dhe atëherë nxirrin këta fëmijë që ishin të bukur nëpër kopertina. Ose më linin fotot e konsultoria e lagjes. Foto në mur. Ishin këta, ato ishin reklamat atëherë. Ta fëmijët që ishin të bukur i nxirron në kopertinë reviste, ose i linin fotot e konsultoret në mur, me reklamat e fëmijëve. Mu duke se kishe një jetë frenetike kur u takuam, pra nuk e kishe aq lento sa mund të mendoj dikush, se nuk është vetëm jeta publike ajo që të zë me punë, përkundrazi. Të kesh studion tënde të avokatisë, edhe të merresh me çështje, kërkon një lloj impenjimi. Absolutisht. Edhe mes familjes, fëmijëve, punës si avokate, dita jote është kaq e ngarkuar? Është shumë e ngarkuar, sepse është shumë impenjim. Profesioni i avokatit është profesion i vështirë. Nuk mund të them më i vështirë, sepse çdo profesion ka vështirësinë e vet, por është i vështirë si profesion. Si është raporti yt me Zotin, me besimin? E ke parë, e ke ndjerë, e ke provuar? Të treja bashk. Nuk e kam parë, e kam ndjerë dhe e kam provuar. Parë në kuptimin sepse njeriu e shikon metaforike kisha. Metaforike, njeriu e shikon në gjërat që bën. Po. Në çdo gjë që bën, njeriu e shikon, pavarësisht se disa e kuptojnë më pas, disa nuk e kuptojnë, disa mund ta kuptojnë në fund të jetës. Domethënë është varion sipas njeriut. Po unë besoj shumë. I lutesh Zotit? Po, patjetër. Unë i kam të treja fetë në familje, dhe musliman dhe katolik, burrin e kam bektashi dhe ortodoks. Gjyshen time, maman e babait time kam ortodokse. E kam pasur se kam vdekur. Bashkëjetesa fetare në një shtëpi, në një familje. Po, një bashkëjetesë jashtëzakonisht mirë fetare. Shiko, shqiptarët e kanë pasur gjithmonë këtë bashkëjetesën fetare. I bëni gjitha festat, me sa kuptoj. Të treja festat i festojmë, papa. I festojmë që të gjitha. Jo, edhe ne në shtëpi jemi musliman dhe i festojmë gjitha festat. Festojmë dhe Krishtlindjet edhe Pashkët edhe të tëra. I festojmë të gjitha sepse në fund të ditës të gjithë besojnë te një Zot. Kështu që sido që të ndahet, prap tek njëri shkojnë. Po të kishe mundësi të hiqje një vesë njerëzor, cili do ishte që ta fshije nga faqja e dhe? Urrejtja. Gjëja më e dëmshme që mund të ketë njeriu. Ke lexuar ti ndonjëherë urrejtje për veten tënde? Urrejtja është ndoshta është fjalë e madhe, po ndonjë fjalë të keqe, si ke reaguar ti gjatë jetës tënde ndaj negativiteteve, ndaj thashethemeve, ndaj intrigave? Nuk i kam dhënë rëndësi. Unë jam një natyrë shumë tolerante dhe nuk i kam kushtuar asnjëherë vëmendje fjalëve të thëna, të shkruara nuk kam lexuar asnjëherë që të shkruajnë absolutisht, jo. Çfarë bën ti në kohën e lirë? Çfarë bën ti për veten tënde, për si Dorela?
Në kohën e lirë e para që duhet kem kohë të lirë një herë. Kur? Okej. Kjo tregon që kur kam lindur kalamajt nuk kam kohë të lirë. Përveç se kohës që më heq puna, e gjithë pjesa tjetër e kohës, unë ja kam përkushtuar vetëm fëmijëve. Okej. Për të kthyer edhe një herë në fillim fare, nuk të pyeta, ke e ruar miqësinë me vajzat e atij konkursi? Ke ndonjë miqësi që e keni ruajtur që i ka shpëtuar kohës? I ka shpërtuar. Her pas here kur shikohemi në rrugë për shembull, takohemi. Se dhe janë shpërndar vajzat, kanë ikur jashtë. Po janë shpërndar sepse kanë ikur jashtë. Po kur takohemi ndonjëherë me Juelën kur e takoj në rrugë ose Hederën që ka qenë bas meje. Ato të dyja goca shumë të mira. Juela me çanën e kujtoj, Hederën nuk e kujtoj, nuk e di. Shumë goca mirë, jashtëzakonisht. Me Verën e ruan miqësinë? E ruaj. Po. Sheh podcaste? Sheh podcastin tim. Podcastin tënd e kam parë dhe më ka pëlqyer. Dhe më vjen mirë. Sepse dhe njerëzit që ke ftuar më kanë tërhequr dhe më kanë pëlqyer. E di cili ishte leksioni që mësova prej teje? Njeriu do ta provoj gjithmonë. Sepse unë kisha bindjen që ti pas 30 vjetësh nuk do ta ndryshosh atë rregull, atë zotim që ke marrë për të mos dalë për intervista. Edhe sa herë që e mendoja sepse kam vërtet dëshirë që të gjej personazhet atyre viteve, sepse janë vite shumë interesante për Shqipërinë, ka dhe shumë uri tek ndjekësit për t'i dëgjuar, për t'i parë çfarë bëjnë, çfarë ka ndodhur me jetët e tyre. Dhe ndonjëherë ja dal, për shembull kur takova Morena Rekën, u gëzova shumë dhe pash që kishte goxha interes. Por ti ma kujtove që shiko, asnjëherë duhet të besojmë që okay, gjërat janë ashtu siç duken. Provoje. Ne u takuam rastisht, unë thjesht e provova dhe ti më the po unë vite ti. Okej, dhe ja ku jemi. Rastësisht me Sidorela Kolën, por asnjë zgjedhje rastësore nga Sidorela. Sidorela, unë të falenderoj shumë që erdhe. Edhe më vjen shumë mirë që rrugtimi yt është kaq paqësor, kaq i bukur edhe me këmbë në tokë. Ke ende të njëjtën buzëqeshje. Faleminderit. Nuk ka ndryshuar asgjë të sytë dhe buzëqeshja jote. Edhe ishte shumë kënaqësi që të vija te podcasti jot. Ky episod u mundësua nga Vodafone, Smile Pikal, Melia, Lajthiza, Metropolitan, Tumo.